Qamil Xhani, redaktori i lajmeve në Euronews Albania na bashkohet. Mirësere dhe kënaqësi që të kam në studio. Debatet e sotme në parlament, si do duken në fakt? Si po do duken këto seancat e një pasnjëshme parlamentare kështu me këtë lloj qasje? Vetmja gjë pozitive sot ishte që të paktën palët rënë dakord për të miratuar një deklaratë përbashkët për Kosovën, një qëndrimi përbashkët për atë çfarë po ndodh në Hag, që është shumë e rëndësishme sepse tregon dinjitetin tonë si shtet. Të paktën e gjetën. Me 92 vota ata u bashkuan dhe miratuan këtë. Kishte konsensus dhe të paktën treguan që në situata të tilla kur duhet një lloj qëndrimi i unifikuar, sepse ka të bëjë me një çështje që është çështje kombëtare, i kaluan ato dallimet e zakonshme dhe u kthyen dhanë një deklaratë që nuk është se kanë një blerë po themi të jashtëzakonshme, nuk se do Haga, prokuroria speciale e Hagës do ndryshoj qëndrim, por të paktën treguan që është në një linjë me politikën zyrtare të Prishtinës edhe ka një lloj qëndrimi që i bën derë gjithë politikës tonë. Kjo ishte pjesa më e rëndësishme që ishte vërtet pozitive. Pjesa tjetër ajo që pam ishte një përsëritje e seancave të kaluara. Këtë herë dozat ishin më të mëdhaja dhe me akuza më të mëdhaja dhe me një lloj retorike që i kishte munguar parlamenti për nivelin e negativitetit, do thosha, ishte një retorikë shumë negative nga dy palët, por ishte një përsëritje e seancave të kaluara dhe pash që për herë të parë pash skalionin e të rinjve në Partinë Socialiste që po mundoheshin të përballonin atë që ndodhte përballonin po me të njëjtën gjuhë të rinj. Unë pash vajza të reja, të cilat në fakt ne nuk i kemi dëgjuar të argumentojnë diçka në interes të votuesve të tyre, pra të imponohen duke përfaqësuar zonën nga vinë me problematika në mënyrën që njerëzit i kanë votuar, për atë që përfaqësojnë të shkolluar edhe noshtre, por hyn direkt në fjalorin më të kontestueshëm të Berishës. Hyn direkt në betejë. Jo, hyn në betejë, por hyn në betejë në anën e tij më të diskutueshme, që dhe ata që e mbështesin Berishën thonë që ky lloj fjalorin nuk mund të rri një zotërie në moshën e tij dhe në atë që ai ka. Këto vajza të reja hyn direkt në këtë marsh me të strategji apo i ka rrëmbyer vorbulla aty? Mua mendoj se për më tepër ishte një lloj strategjie komunikimi, sepse dim gjithsesi si funksionon parlamenti, para se të flisnin zonjat dhe zonjushat e reja, aty ka shumë emra të tjerë të Partisë Socialiste që kanë karrierë të gjatë mbi supe, e njohin Berishën edhe në situata të ndryshme dhe mund të kenë vërtet çfarë replikojnë direkt ata me Berishën, që nga zoti Braçaj e të tjerë që kanë një histori politike me ato dhe mund të kenë çfarë t'i thonë edhe në aspektin personal, ndërsa disa të rinj 20-30 vjeçar që nuk është e njohur as gjatë fushatës realisht, sepse ishin thjesht u votuan edhe me shumë vota, do thosha me vota edhe më shumë se sa Erion Braçaj dhe të tjerë. Sot i pam të ishin në skalionin e parë që sulmonin si thua bën një retorik të ashpër me përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe Berishën dhe mua në disa momente për hir të vërtetës më duken se ishin në një retorik dhe një fjalor që ishte edhe më i egër se sa i Berishës. Të paktën gjuha e përdorur prej tyre nuk ishte e kujdesshme, ishte shumë agresive dhe nëse do flisnim për fyerje, pash që kishte fyerje dhe nga ana e deputetëve të Partisë Socialiste. Berishën e njohim, e dim retorikën që ka Berisha, sigurisht është një nga pikat e tij. Për mendimin tim edhe mund të jetë agresiviteti i tij edhe në debatet normale është shumë i diskutueshëm dhe ndonjëherë kalon gjithmonë etikën, edhe synon asgjësimin politik të kundërshtarit, por pash realisht edhe deputetët e rinj të Partisë Socialiste vinin me të njëjtën lloj retorike dhe thjesht secili me të regjistrin e vet, dikush më shumë dhe dikush më pak, por realisht pash që kishte fyerje dhe nga ata dhe ishin deputetë të rinj dhe kjo ishte gjë, si thua, një zhvillim shumë negativ për parlamentin sepse nuk po shohim që të ketë një model të ri oratorie, diskursi publik edhe debati publik në parlament. Mendoj ishte një strategji, po strategji e gabuar sepse Berishën nuk mund ta luftosh me të njëjtat armë, se kur vjen fjala te sulmet dhe tek fyerjet, nëse do flasim, sigurisht Berisha e fiton edhe për shkak të përvojës. E kuptoj. Një parlament i munguar, në fakt një parlament i cili duket se ka dalë krejtësisht nga fundimi i asaj që ai është.
një parlament i cili mund të jetë përpara ndryshimeve shumë të rëndësishme në procedurën e kodit penal, një parlament i cili mund të jetë përpara një reforme territoriale ku palët janë ulur në tryezë dhe duhet të diskutojnë, një parlament ku mungon debati për elementet më thelbësor të diskutuar deri tani. Ti e sheh këtë si pasojë një kakofonie politike, apo është e qëllimshme, apo vërtet palët nuk kanë çfarë thonë më? Dhe në parlament shkojnë, por duhet të prodhojnë fjalë, por jo mendim, edhe futemi në të spirale. Mendoj se skenari është i qartë nëse do flasim në këtë mënyrë çfarë do të sido që tjetë niveli i debatit në parlament dhe sjellja e opozitës, në fund Partia Socialiste nuk ka nevojë për opozitën. Për reformat, e kemi diskutuar deri tjetër në këtë studio, reformat kryeministri Edi Rama ka deklaruar që ose të vinë aty dhe të pranojnë çfarë mund të diskutojmë, ose ne i kalojmë edhe vetëm, që është një sinjal i keq për zhvillimet në vend, por kjo është situata dhe Partia Socialiste nuk ka hezituar ta thotë fjalën e saj që ne i bëjmë reformat dhe vetëm. Kështu që në këtë aspekt thjesht duket sigurisht opozita duket sigurisht fasad dhe duhet jetë aty për të thënë fjalën e vet, për të mbajtur në regjistrin dhe proces verbal, sepse tek e fundit nuk mund të dyshoj asgjë. Kjo është ajo që ne shohim. Nëse do ketë pastaj pazare, marrëveshjet jashtë syrit të mediave dhe jashtë parlamentit, siç ka ndodhur zakonisht dhe nuk do ishte herë e parë, kjo sigurisht është një opsion, po deri tani ne nuk e dim nëse palët e kanë arritur për këto reforma të cilat i përmende, kanë rënë dakord të bëjnë lëshime dhe kompromise nën tavolinë. Dim që në atë që thonë publik, qëndrimet e tyre janë të paktën deri tani janë të qarta, opozita ende nuk e ka dhënë variantin e vetë se çfarë do bëj për reformat, por thotë që ne nuk i pranojmë. Tani mbetet të shifet se a do ketë pazar poshtë tavoline, siç ka ndodhur gjithmonë. E qartë, mbrapa dyreve të mbyllura. Protesta e opozitës, ne mbyllim një protestë, para si do dukje protesta e opozitës? Mendoj se elementi i ri i kësaj proteste ishte vetëm pjesa e dhunës, që sigurisht për mendimin tim është e dënueshme. Pa një lloj dhune që ishte, do thosha, pak me organizuar, nëse mund të përdorim këtë fjalë lidhur nga ana e opozitës, por pam që dhe nga ana e policisë së shtetit kishte një lloj tjetër taktike këtë herë, duke sikur edhe u pëlqente ta toleronin, ose më saktë për mendimin tim, duke e krahasuar me protestat e tjera, u tolerua deri diku organizimi, tubimi, pastaj reagimi erdhi shumë i vonuar, sepse në protestat e mëparshme kemi parë që në fillim policia i shpërndan me gaz lotësjellës, nuk i lë të grumbullohen forcat speciale dhe çdo gjë shmanget duke i ndjekur rrugëve të Tiranës. Këtë herë pam që vetë policia i la të mblidheshin aty te parlamenti, u krijuan disa situata kështu për leshje, mundje trup më trup, pastaj plasën fyshek zjarret dhe molotovi dhe në fund secila palë numëronte, do thosha, të lënduarit e vetë dhe sigurisht duke nisur dhe kjo retorika se kush ushtron më shumë dhunë. Për mendimin tim në të dyja rastet dhuna është e dënueshme, sigurisht dhe nga opozita me atë lloj intensiteti që pa mes qytetarëve që idheshin molotov dhe policisë, po dhe nga ana e policisë pa akte që nuk do thosha që nuk ishin të denja për policinë e shtetit dhe pa që kishte jo pak shkelje që lidheshin me qytetarët, me minorenët, po dhe me rastin e deputetit zotin Albatit. Domethënë akuzat ne i kuptojmë nga të dyja palët që pati te kalim, por i takon policisë shtetit në atë parë të respektojnë ligjin. Ka një protest në datën 20 shkurt, edhe Berisha tha, kjo do jetë protesta që rrëzohet Rama etj. Natyrisht në mënyrë simbolike se edhe po ty në kryeministri ne dim shumë mirë që nuk është se ndryshon pushteti, nuk kalon në këtë mënyrë asnjëherë. Por mendon që opozita me anë të këtyre protestave po e kthen vëmendjen e qeverisë ndaj protestave, apo janë thjesht disa lëvizje të zhurmshme, por që nuk është se kanë atë forcën dhe valencën që ta ndikojnë qeverinë? Mendoj se suksesi i protestave është e pjesëmarrja, jo të dhuna. Edhe nëse në data 20 do ketë një skenar për më tepër fishek zjarr apo molotov, nuk besoj se do ndryshojë asgjë. Suksesi i protestave është tek pjesëmarrja e qytetarëve, sepse tregojnë janë një lloj referendumi, një lloj sondazhi, një lloj qëndrimi që qytetarët shprehin ndaj një situate të caktuar, pjesëmarrja, dhe pjesa tjetër, mënyra se si ka menduar të organizojë opozita, nuk sjell ndonjë ndryshim. Sidomos kjo pjesa e dhunës, sido që tjetë del, si thua, në dritë keqe del më shumë opozita, sa herë që ka dhunë. Mendoj se suksesi i tyre do jetë vetëm pjesëmarrja dhe qëndrueshmëria. Mbase kjo mund të jetë
çelësi i sekreti i suksesit të kësaj lloji reagimi, siç kanë bëjnë opozitat e tjera në gjithë botën. E qartë, si të qëndron opozita që kërkon, Partia Demokratike kërkon pjesëmarrje, por nga ana tjetër opozita vetë nuk është unike. Opozita është e përçarë. Adriatik Lapaj u zhvendos tek bunkeri përballë kryeministrisë për t'i lënë vendin Partisë Demokratike dhe partive që e mbështesin atë të protestojnë. Zoti Shaj nuk merr pjesë. Edhe në forume të një natyre tjetër jashtë politikës, përsëri këto dy parti, po edhe partitë të tjera nuk ulen, ka një lloj lufte të heshtur mes të voglave me njëra tjetrën, po aq sa me Ramën. Në finale, çfarë rezultati është ky? Çfarë sjell? Ky sjell rezultatin që qeveria e këtë letë, mazhoranca, e ka më të letë ta drejtoj gjithë debatin publik dhe të mbaj dhe qëndrimet që mban tashmë kryeministri kur thotë që pavarësisht se çfarë bëni në protesta, në zgjedhjet e ardhshme ne do ju mundim dhe më shumë se sa herën e fundit. Ky është tek e fundit rezultati që llogaria që bën çdo parti politike. Këto aksione çfarë efektesh sjellin në zgjedhjet e ardhshme që nuk janë shumë larg, flasim për zgjedhjet vendore dhe kryeministri Edi Rama duke se është më i qartë se të gjithë, po mendon për zgjedhjet e ardhshme. Ndërsa këta janë akoma tek këto lëvizje taktike të vogla, kush zësheshin për një orë, kush gjen një ide që mund t'i duket e bukur në opozit dhe harrojnë atë panoramën e plot të madhe që duhet ketë opozita, që sa vota kanë, si do fitojnë dhe duhet që tash duhet që në këtë moment opozita mendoj se duhet i kishte marrë të gjitha elementet e fushatës së ardhshme elektorale për të llogaritur sa vota kanë në çdo bashki me situatën aktuale dhe si mund të mundet një kundërshtar i mazhorancës. Janë shumë larg kësaj llogarie që mund ta bënin tani, pa hyrë fare te detajet e reformës, që është shumë e rëndësishme, por merren me detajet që më shumë janë kozmetike. Mënyra e protestave, mbështetja e grupeve të saktuara, por jo mbështetja gjithë opozitës në tërësi, janë element të ndarë që nuk i shërbejnë. Në fakt, e kanë një moment me dy, është një risk i dyanshëm për partitë e vogla, sepse sidomos ato që gjatë gjithë fushatës tyre dhe retorika e tyre ka qenë kundër Berishës. Mund të asimilohen. Nëse mund të afrohen te Berisha, ju ikën dhe ajo vot që ata e kanë marrë kundër Ramës 1 dhe kundër Berishës 2, nëse afrohen me Berishën, ju ikën kjo vot, mendon? Atë duhet të ndajnë diçka që unë nuk e shoh te gjitha partitë. Nëse mendojnë që kjo qeveri po është në rregull, se cila parti e vogël opozitare mund të vazhdojë me agjendën e saj dhe normalisht të mendojë të rritet. Është edhe të punojë dhe kundër PD-s. Por nëse të gjithë bjorët në pikën që mendojnë që kjo qeveri duhet ndryshuar për shkak të mandateve të tepërta, akuzave për korrupsion dhe të tjera, kjo kauzat e tjera bien. Në sensin që është Berisha i mirë, apo është Partia Demokratike në momentet e saj më të këqija, po, këto dihen, po, nuk është kjo mënyra se si duhet mendojë një opozit, për mendimin tim, gjithmonë. Nëse ka një kauzus të përbashkët, rreshtojnë gjithë aty dhe pastaj zgjedhin këto probleme të rrugës, por nuk mund të luftosh dhe Ramën dhe Berishën dhe të mendosh që në këtë mënyrë do rrezosh qeverinë. Është paktën teknikisht, e qartë është e pamundur. Duke qenë se territori i Ramës mund të jetë 49% apo 50%, por është i Ramës kaq, dhe territori i opozitës mund të jetë dhe 50, dhe 51%, por është i parcelizuar, ku të voglat kërkojnë marrin territor dhe këtë territor kërkojnë ta marrin pikërisht nga opozita dhe jo nga Rama. Që është gabimi kryesor. Mendon që një politik pragmatike prevalon apo duhet të mbajnë dogmën, idenë e tyre? Në situatën që jemi, se nuk jemi në një qeverisje stabil apo në një... Mendoj që duhet të kishin kthyer me kohë në politikën pragmatiste. Dhe nuk ka nevojë për shembull, mjafton të shohin 2013-ën kur Partia Socialiste erdhi në pushtet, që u bë një tren shumë i gjatë me parti politike nga gjithë spektri mundshëm dhe nga e djathta dhe nga majta dhe nga ekstreme, nga gjitha, sepse gjitha kalkulimet politike të Partisë Socialiste, edhe pse ishte në situatën më të mirë, i rezultonin që ky kod zgjedhor kërkonte çdo vot që të mblidhen në një fushë, në një kuti për të fituar. Partia Demokratike dhe aleatët e tjerë të saj të vegjëlit dhe ata që janë aleat nuk e kuptojnë këtë logjikë elementare të politikës që jep kodi, që detyron kodi zgjedhor në Shqipëri dhe mendojnë se mund të bëjnë çuditëra duke dalë nga fundi të dalin parti e parë që është gati e pamundur, sepse në çdo ligj elektoral partitë e mëdha nuk e lënë terrenin kaq të hapur që të vijë dikush nga hiçi dhe të marrë pushtetin në mënyrë me një raund zgjedhor. Është gati e pamundur. Do duhen dekada që një parti politik të stërvitet dhe nga një numër
i minimal deputet është arrit dhe të synoj pushtetin në mazhorancën totale të parlamentit. E qartë, po shpesher kjo politika pragmatike ngatrohet me politikën pa parime. Kjo është një vijë ndarëse që nuk është politika jonë që mund të ndaj këtë, se nuk shquen politikanët tanë për shumë parimor. Biles për të kundërt janë shquar, por nëse flasin për fitore, atër kjo do ishte baza e fitores. Sigurisht që në këto edhe Partia Demokratike ka të metat e saja në gjithë të histori, sepse shofim që zhvillimet e saj të brendshme, problemet edhe rrymat e ndryshme që janë aty nuk po japin mundësi që vërtet ajo të jetë liderja e opozitës dhe mbase do i sheshonte këto debate, do i bënte të panevojshme. Shohim që dhe vetë të Partia Demokratike ka rënë është penge disa fraksioneve aty që nuk po arrin dhe sillet rreth këtij qertullit, edhe këtij rezultati elektoral që sigurisht është dhe faji i saj. Një opozitë e kompleksuar përballë një drejtësi që me vedije pa vedije, për hir të situatës në vend apo për hir të presionit të ndërkombëtarëve, çdo opozitë po i dhuron një bonus shumë të madh. Me raportin e ngrirë që ka me qeverinë, e dim tashmë se në çfarë raporti ka hyrë qeveria me gjyqësorin, me drejtësinë. Ankohet për pagat e gjykatësve, ankohet për vendimin e gjykatës kushtetuese, ankohet për çdo gjë, por duhet thënë kemi të bëjmë me një qeveri që i thot drejtësisë, drejtësinë do ta bëj siç them unë, madje thot do bëj dhe ndryshime në kodin e procedurës penale, dhe kemi një drejtësi e cila nga ana e saj hesht dhe thot më lër të bëj drejtësinë që për të cilën unë jam ngarkuar dhe jam një krah i pavarur i pushtetit në këtë vend, apo jo. Tani në rastin kur ka një acarim të tillë që është jo normal në një qeveri demokratike dhe i pari, i pa precedent në historinë shqiptare, përveç 21 janarit, ku aty mori një tjetër derivat. Është e mundur që kjo opozitë e kompleksuar ta menaxhojë dhe ta kapitalizojë këtë kapital që po i vjen në dorë? Jo, nga sa shohim deri tani, jo. Biles ka humbur gjithmonë çdo mundësi që ja ka ofruar drejtësia, jo në formë deri për opozitën, po duke bërë punën e saj, i ka dhënë disa bonuse apo disa mundësi që ajo të avancojë me agjendën e saj. Kjo është e kuptueshme për faktin se vetë drejtuesit, një pjesë e drejtuesve të opozitës kanë probleme me drejtësinë dhe janë në paradoksin që nëse flasin mirë për drejtësinë, duhet flasin edhe për ato hetime që kanë në kurrizë tyre një pjesë e përfaqësuesve dhe kjo ka krijuar këtë lloj situate, por çdo opozitë duhet ishte në krah të drejtësisë, në kuptim, jo se ka nevojë drejtësia që ta t'i rreshtojnë, t'i shkojnë dhe të protestojnë atje në mbështetje të saj, por duhet ta shfrytëzonte më mirë çdo lloj nisme që ka marrë. Ajo që po ndodh me drejtësinë nga ana e mazhorancës është një situatë, do thosha, e rrezikshme, sepse po e fut gjithë procesin e reformës në drejtësi, po e vendos në pikë pyetje, pak në retorika që po mbajnë dhe një pjesë e deputetëve, tashmë jo vetëm kryeministri, po dhe një pjesë e deputetëve të Partisë Socialiste. Tani po mbajti kryeministri qëndrimin, nuk diskutojnë deputetët. Tashmë është që kemi të vërtetë, se nuk është se është kryeministri dhe deputetët po e ndjekin. Nëse kryeministri shumë i kujdesshëm në retorikën e tij, duke i ndarë gjërat, deputetët bëjnë gabime që thonë se kemi problem ose pyesim nga ndërkombëtarët. Kryeministri nuk e thot këtë. Dhe këtë kam parasysh kur flas. Teston ujrat kryeministri me këto deklarata përmes tyre, domethënë. Nëse kryeministri e ka një e ruan gjithë etikën. Vetëm i drejtohet Gonzatos në ndonjë moment që ka edhe më të mëdhenj se ty, ka edhe më lart dhe më poshtë, pra e ka direkte. Ato janë sinjale, por ne shohim aktet, dhe aktet janë që po synohet të ndryshojnë ligje konkrete. Është hedhur për diskutim ende jo, por mund të ndryshohet kodi penal që edhe për mua është një lloj pas vendimit të gjykatës kushtetuese që është një qëndrim politik, po, sigurisht, paktën nga sa është folur deri tani, që kjo mazhorancë ka drejt në bazë edhe ta ndryshojë, por ka një problem tjetër që shkon përtej këtij debatit aktual. Kemi një vit që diskutojmë për kodin e ri penal. Janë hedhur gjitha ato para për të ekspert, janë investuar për të bërë ndryshimet. Është diskutuar në për shoqatat e prokurorëve, avokatëve, në për gjykatat e rretheve, çfarë përmban sot gjithë sistemi i drejtësisë, dhe po flitet për një kod shumë voluminoz, një punë kolosale me shumë të meta me sa kemi parë, por po diskutohet. Dhe në një moment bukur ti thua prita ndryshojmë të ligjin tani, pastaj kemi dhe kodi, ndërkohë edhe kodi u ndryshua prapë para 2 javësh, para një muaj, dhe krijon një lloj situate paqartësie totale juridike që ti bën një reformë të kodit penal, ndërkohë kodin penal po e ndryshon çdo javë dhe krijon një lloj kakofonie juridike që nuk e di kujt i shërben. Kakofoni juridike
qëndrimin e qeverisë, e cila sot, për shembull, kryeministri Rama tha, ju keni dhënë para mbi 90 rasteve që janë në lumi i vettingut, ju i keni nxjerrë të pafajshëm, ju keni rikthyer rrogat e tjerë, gjithçka që vjen nga një vendim pafajësie. Si të duket tani një situatë kaq e acaruar mes kryeministrit, i cili nuk gjen rast pa folur, për pagat e tyre foli, sot që kushtetuesja e shtyn, ai thot po se këta që i kanë dhënë vendime këtyre lumit vettingut, patjetër që po bëhet një pallat i ri drejtësisë, poli i ri drejtësisë, debate shumë institucionale ditën e sotme, ndoj që ato tryez kryeministri ishte me një tjetër qasje në fakt me aktorët përballë. Megjithatë, çdo ditë nuk nguron të ketë nga një goditje po i doli në shteg. Si e sheh? Duket sikur thot duhet jeni mirënjohës se ne po japim godina dhe paga, dhe është pak paradoksale dhe jo shumë, do thosha jo shumë etike, se tek e fundit shteti duhet ja osigurojë ca gjëra gjyqtarëve, qoftë për shembull gjëra që thoshte një deputet para ca kohë që ne u kemi dhënë në zyra prokurorëve të SPAK. Po sigurisht do jepen zyrat se s'mund t'i lënë të punojnë në rrugë. Tani këto janë gjëra minimale, nëse hyn deri këtu edhe ata prokurorë të Republikës janë. Nëse hyn që opozita duhet të kujtojë që edhe i paguan, majoranca, duhet të kujtojë që edhe i paguan çdo muaj jep rrogën, kjo kalon pak atë lloj caku etik të marrëdhënies mes institucioneve. Po përveç kësaj, duket që kryeministri ka një lloj qëndrimi ndaj prokurorisë, dhe sidomos ndaj prokurorisë, më shumë e ka ndaj prokurorisë se sa ndaj gjykatave, lidhur me vendimet që ka marrë, dhe mendoj se këto do kenë pasoja dhe në raportet, jo vetëm të majorancës në parlament, po mendoj se dhe në raportet me ndërkombëtar. Besoj se gjatë jave apo kohëve në vijim, do kemi qëndrime më të qarta të atyre që njihen si sponsorët, ose një pjesë e sponsorëve të reformës në drejtësi, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Mendoj se do jenë më të qartë në qëndrimet që do mbajnë, sepse që politika do të ndryshojë reformën, nuk është ndonjë herezi, e ka kërkuar as e panjohur dhe nuk është nuk mendoj se është as e jashtëligjshme, në kuptimin që nuk është ndonjë tabu. E ka kërkuar Berisha që para 5 vitesh. Partia Demokratike. Po ashtu ish presidenti Meta ka folur shpesh për ndërhyrje dhe për rishikim të ligjeve. Ka pasur një komision Xhafa që kishte si qëllim pikërisht të bënte ndërhyrjen e reformës. Gjitha këto tani shohim të shprehura edhe nga kryeministri Edi Rama, kështu që mendoj që ka ardhur momenti mbase për politikën të bëjë rishikime dhe për faktin se kemi 10 vite që kjo reformë është testuar. Se si do ndërhyet, pastaj është pjesa tjetër, dhe çfarë do preket, dhe mendoj për këtë duhet dhe qëndrimi i qartë i ndërkombëtarëve se çfarë duhet bëhet me këtë reformë. Sepse ndërhyrja nuk është tabu në vetvete, vetëm duhet jenë të qartë çfarë do ndërhyjnë dhe ku do heqin kompetenca, nëse heqin kompetenca, atëherë sigurisht kemi të bëjmë me një regres edhe me një lajm të keq për vetë reformën. Megjithatë, presim dhe shohim aty, dim që palët kanë, në fakt gjyqësori nuk po flet, SPAK-u nuk ka folur, gjykata e posaçme nuk është të shprehur, përveç se është majoranca tani që ka një lloj nuk përmbahet më. Kryeministri konkretisht nuk përmbahet nuk e fsheh më që do ndryshime, do ta vendosin në një kornizë të caktuar, presim të shohim se si do të jetë qëndrimi më tejshëm. Milion falenderoj shumë që ishe këtu.